Ekspertët që po hartojnë reformën në drejtësi kanë arritur konsensus në takimin e dytë që u mbajt në kryesinë e Kuvendit. Në një mbledhje që zgjati rreth 2 orë u vendos që baza për reformën do të jenë vetëm dokumenti me opinionet e Komisionit të Venecias. Në përfundim të takimit, eksperti i Partisë Demokratike Kele Dalibeaj tha se palët gjetën gjuhën e përbashkët. Mbas diskutimeve të gjata, nuk ishin të lehta, ura përfundimisht dakord që diskutimi i mëtejshëm, procedura, modusi i të vepruarit është pikërisht ky. Dokumenti i vetëm, bazë, në cilën gjithë ekspertët, e gjitha krate, gjitha çfarë përfaqësoj, tjetë i vetmi ai. Dokumenti, opinioni përfundimtar i miratuar nga Komisioni i Venecias. Është një burim opinion, dokumenti i cili është i qartë, nuk krijon asnjë lloj keq kuptimi apo dy kuptimësie. Dalibeaj nënvizoi se drafti i paraqitur nga ekspertët e Komisionit të Reformës në Drejtësi në mbledhjen e 29 dhjetorit është tërhequr. Drafti i tërhequr para disa ditësh nuk është draft i Komisionit. Është një dokument i ekspertëve atyre që e kanë bërë, por jo i Komisionit. Të gjithë ekspertët në atë kryesë të rrumbullakët, thjesht dhe vetëm do të identifikojnë çështjet të cilat janë të diskutueshme, se Venecia i ka thënë të tilla, dhe do të identifikojnë edhe zgjedhjen për katse më të mirën në gërmën dhe frymën e Komisionit të Venecias. Në tryezën e dytë ishin të pranishëm ekspertët për reformën në drejtësi Sokol Sadushi dhe Gent Ibrahimi, 2 përfaqësuesit e Partisë Demokratike Enkele Dalibeaj dhe Gazmend Bardhi, si dhe 2 ekspertët e Ministrisë së Drejtësisë Ilir Usmaili dhe Krenar Loloçi.